Horoskopi ditor e Hënë 22 qershor 2026. Dashi. Harmonia dhe paqja do të mbizotrojnë gjatë gjithë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Nuk do të keni për çfarë të ankoheni pasi partneri do të mendojë edhe për detajet më të vogla. Beqarët do të ndihen të lirë të bëjnë atë që duan. Mundësitë për takime do të jenë të njëpasnjëshme. Gjendja financiare do të jetë e konsoliduar tejmase, prandaj nuk do të keni për çfarë të ankoheni. Demi. Ditë jo shumë e qëndrueshme kjo e sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje. Nuk do të ndiheni mirë në disa momente dhe mund të merrni vendime të pamenduara. Beqarët duhet të tregohen të matur pasi po pranuan çdo lloj ftese që do t'ju bëhet, mund edhe të zhgënjehen. Me shpenzimet tregohuni të arsyeshëm dhe keni për të parë që situata do të ketë përmirësime të shpejta. Binjakët. Nuk duhet të rrezikoni sot ju të dashuruarit sepse situata sa vjen dhe ndërlikohet tejmase. Po filluan debatet e mëdha, keni për të mbetur pa para shumë shpejt. Beqarët nuk duhet të shqetësohen për asnjë gjë, sepse gjithçka ka për t'ju ndryshuar si me magji. Financat do të jenë goxha më të mira nga sa keni menduar. Do të mund të kryeni disa investime. Gaforia. Jeta juaj në çift do të jetë shumë herë më e mirë gjatë kësaj dite. Nuk do të keni për çfarë të qaheni dhe mund të mendoni të bëni plane edhe për të ardhmen. Beqarët do të realizojnë disa takime interesante, por nuk do të ndihen gati për të hedhur hapa. Në planin financiar mos kërkoni të pasuroheni shumë shpejt, sepse mund të bëni gabime të mëdha që mund t'ju kushtojnë tepër. Luani. Ditë fantastike do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Shumë gjëra kanë për të ndryshuar rrënjësisht dhe atmosfera do të jetë e këndshme. Beqarët do e adhurojnë pavarësinë dhe lirinë që kanë, prandaj nuk do të kërkojnë të bëjnë ndryshime të statusit. Madje edhe mundësitë që do t'ju jepen do t'i shmangin. Në planin financiar gjendja do të mbetet e qëndrueshme. Virgjëresha. Ditë romantike do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Shpesh do t'ju duket sikur jeni në përëndra nga të cilat nuk do të doni të zgjoheni. Ata që janë vetëm do të lodhen së kërkuari dashurinë, por gjithsesi nuk do të arrijnë dot tek qëllimi fillestar. Çështjet financiare do të kërkojnë më shumë për kujdesje dhe maturi se asnjëherë më parë. Po i hodhët hapat me kujdes, nuk do të keni asnjë tronditje. Peshorja. Do të merreni vesh mirë me atë që keni në krah sot dhe gjërat mund t'ju ecin për mrekulli. Të shkuarën e hidhur do ta harroni përgjithmonë. Beqarët nuk do e kenë në mendje krijimin me patjetër të një lidhje, por pas një takimi me një person interesant do të ndryshojnë me një herë mendim. Në planin financiar gjërat nuk do t'ju ecin si duhet dhe do të kërkoni ndihmë nga të afërmit. Akrepi. Ditë e vështirë ka për të qenë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Në çdo moment do të debatoni me partnerin, por nuk do të arrini dot t'i zgjidhni problemet. Beqarët duhet t'i shprehin sa më parë ndjenjat për dikë, sepse po pritën gjatë, kanë për t'i humbur ata. Në planin financiar duhet të jeni më të organizuar që të mos keni tronditje. Shigjetari. Heshtja në çift do të jetë armiku më i madh për ju. Mundohuni sa të mundeni të komunikoni me partnerin sepse në të kundërt, marrëdhënia do të ftohet dhe shumë shpejt mund të vinë ndarja. Beqarët nga ana tjetër do të jenë me shumë fat në dashuri dhe do të realizojnë takime interesante. Buxheti do të jetë i kënaqshëm dhe fal mbështetjes së të afërmve tuaj, kështu që mund të bëni dhe ndonjë investim. Bricjapi. Ditë shumë e qetë do të jetë kjo e sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje. Do të flisni për çdo gjë me partnerin që keni në krah dhe do të kaloni edhe momente të këndshme së bashku. Fjalët e të tjerëve mos i merrni parasysh. Beqarët do të kenë ndryshime rrënjësore në jetën e tyre sentimentale, kështu që duhet të bëhen gati. Në planin financiar edhe vetë do të habiteni se si gjërat do të ndryshojnë për mirë. Ujori.
Sot do të bëni të gjitha përpjekjet e mundshme që t'i ulni debatet në jetën tuaj në çift, por sërish do të jetë e vështirë të vendoset qetësia. Partneri do të jetë kokfort dhe do t'ju duhet akoma durim për t'ia dalë. Beqarët do të kenë ndryshime rrënjësore pas një takimi të papritur në orët e para të mëngjesit. Në planin financiar mjafton të dini si të veproni dhe gjendja do të përmirësohet shumë shpejt. Peshqit. Do t'i kushtoheni me mishe me shpirt jetës tuaj në çift gjatë kësaj dite dhe do ta bëni partnerin të kuptojë se sa i rëndësishëm është ai për ju. Beqarët do të fiksohen pas një kolegu pune dhe do të bëjnë çdo gjë për t'i shprehur atij simpatinë. Në planin financiar do të jeni të qartë për gjendjen me të cilën ndodheni dhe do të dini si të menaxhoni ato të ardhurat që ju keni.